është një regjisor dhe aktor I teatrit shqiptar, mirë po ne kemi ftu këtu në pozicionin e drejtorit të festivalit Butrintit, një festival shumë I rëndësishëm për jetën teatrore shqiptare, veçanërisht si në procesin e edukimit. Pra, një festival I cili grumulli rreth vetes pedagog, student, njerëz të tjerë të interesuar të artit teatror, kritik, dhe u bë një shkollë jashtëzakonshme në Shqipërinë që dilte mas vitit 97, imagjinoni tash vitin 2000 kur filloi festivali, ku shqiptarët doshin me çdo kusht edhe një herë të dukeshin njerëz normal. Dhe Bualoti me bashkëpunëtorët e tij arriti të ftoj emra shumë të rëndësishëm të teatrit bashkëkohor të asaj kohe dhe nuk rreshti zbëri këtë për vite me radhë, duke e kthy festivalin e Butrintit ashtu siç e kanë quajtur Angela me Bualotin edhe takimin si një shkollë teatrore. Unë ju uroj sukses këtij takimit. Faleminderit. Unë dua ta hap me një fragment të shkurtër, jo me të gjithë fjalën e nobelistit, romancierit dhe dramaturgut Jon Fosse, I cili ka shkruar si vjet për ditën ndërkombëtare të teatrit. Në fakt duke na dhënë një kontekst shumë të mirë për bisedën e sotme, arti I mirë ja del të ndërtuar atë çka është krejtësisht unike me universalen. Në lejon të perceptojmë çfarë është e ndryshme ose çfarë është e huaj si universale. Kështu arti I thyen kufijt mes gjuhëve, zonave gjeografike, vendeve. Ai bën bashkë vetëm cilësitë individuale të kujdoje, por edhe në një tjetër kuptim karakteristikat individuale të secilit grup njerëzish, për shembull të secilit komb. Arti e bën këto jo duke sjellë në një nivel dallimet dhe duke njëjtësuar gjithçka, përkundrazi, ai na tregon çfarë është e ndryshme nga ne, çfarë është e panjohur ose e huaj. I gjithë arti I mirë përmban saktësisht këtë, diçka të huaj, diçka që nuk e rrokim dot tërësisht, e megjithatë disi arrim ta kuptojmë. Le të themi që përmban një lloj misteri, diçka që na e bën për vete e na shtyn përtej kufive tanë, dhe ndërsa e bën këtë, krijon përsosërinë që I gjithë arti duhet përmbajë në vetvete, drejt së cilës duhet na çojë. Unë nuk njoh mënyrë më të mirë që bën bashkë të kundërtat. Kjo është saktësisht qasja e kundërt e përplasjeve të dhunshme që shohim kaq shpesh në botë, që nginjin tundimin shkatrimtar për të shfarosur gjithçka të huaj, gjithçka unike e të ndryshme, ndonjëherë duke përdorur shpikjet më të njerëzore që na ka vënë në dispozicion teknologjia. Në botë ka terrorizëm, ka luftë, sepse njerëzit kanë edhe një anë kafshërore, instinkti I së cilës I shtyn ta përjetojnë tjetrin, të huajin, si kërcënim për ekzistencën e tyre, sesa si një mister ndjellës. Kështu zhduket unikja, dallimet që të gjithë ne shohim, duke lënë pas një njëjtësi kolektive, ku gjithçka e ndryshme shihet si kërcënim dhe duhet shfarosur. Ajo që vjen nga jashtë dhe duket si dallim, si për shembull feja apo ideologjia politike, shndrohet në diçka që duhet mposhtur dhe shkatruar. E solla këtë fragment pikërisht për të huajin. Asgjë më shumë se sa festivali I Butrintit ka sjell të huajin në Shqipëri. Shumë prej shfaqjeve ishin edhe në gjuhën e tyre origjinale, nuk u kuptoi gjuha. Si reagonte publiku? Çfarë ndodhte me të? Të flasësh për festivalin e Butrintit, nuk mjafton një kohë kështu fizike, sado me spacio të gjatë e të thellë të jetë ajo. Ka kaq shumë gjëra për të thënë, ka kaq shumë gjëra për të nënvizuar dhe për të kujtuar, sa unë tani e kam një çik të vështirë të kuptoj se përse Angela dhe të tjerët e rikthyen këtë mrekulli që ne kemi disa vjet që nuk e bëjmë dot më, që kemi stopuar. Pra, festivali I Butrintit ka disa vjet që nuk zhvillohet më. Edhe pse këtu fol me superlativa për festivalin e Butrintit, për shkollën e tij, për vlerat e tij, ai nuk zhvillohet më. Pra, është një tragjikomedi e këndshme që ndodh përpara syve tanë dhe ne nuk kemi forcë, nuk kemi mundësi që ta rikthejmë atje ku duhet. Sidoqoftë,
Festivali Butrindit filloi me ëndra të mëdha. Unë kam këtu përpara bashkëpunëtorin tim më të ngushtë, Edmond Xhumarin, dhe falenderoj që ka ardhur. Në qoftë se, si të themi, ne na emëruan si drejtor, edhe një nga drejtori organizativ është Edmond Xhumari, dhe padyshim në krah të tij Stefan Çapaliku ka qenë ai katalizatori i mendimeve të vyera që na ka udhëhequr qoftë në debatet që bëheshin në festivalin ndërkombëtar të Butrindit, qoftë edhe në marrëdhëniet tona me festivalin. Pra Stefani ka qenë i kudo ndodhur për të bërë më të mirën në festivalin e Butrindit. Tani festivali Butrindit filloi, thash edhe një herë, si një ëndër, ne e quajtëm fillim ëndra ballkanike, pastaj e rikthyem, e bëm rilindja e teatrit që ka gjasa të mos vdesi kurrë, etj. Kështu që fillimisht donim që ta bënim këtë, duke qenë se Butrindi akoma nuk ishte, si të themi, nuk ishte një mjedis i përshtatshëm, pasi atje akoma gëlonin ferrat, gëlonin ca elemente të cilët nuk krijonin mundësi, ujë në skenë, etj. për ta bërë një të tillë. Flasim këtu për vitet 98, flasim këtu për kohë të vështira edhe për vendin, edhe për mas 97-s, edhe për luftën e Kosovës, etj. Pra ishim në një situatë shumë, megjithatë, ëndrat tona nuk rreshtën, dhe si thuash, ne menduam që fillimisht ndofta do të ishte e mirë Gjirokastra, kalaja e Gjirokastrës, një mjedis atje apo një pozicion interesant por sahatit të saj, që ne mund ta zhvillonim festivalin e parë, mund të krijonim një ide se si mundesh të bësh një festival ndërkombëtar teatri, duke qenë se ne nuk vinim as nga shkolla për të organizuar gjëra të tilla, as nga eksperienca për një gjë të tillë, kështu që vetëm dëshira jon, ëndra jon, si të themi, këmbgulja jon për ta çuar deri në fund, bëri që pas këtij momenti ne thamë që duhet të shkojmë t'i afrohemi Butrindit. T'i afrohemi një Butrindit se masi e arrim. Edhe sigurisht e arritëm, por jo nga 98-a që e filluam në 99-a, po arritëm në vitin 2000. Kjo ishte fillesa e festivalit Butrindit. Edhe sigurisht që ato momentet e para nuk ishin kaq lehta. Nuk ishin kaq lehta sepse trupat e huaja, artistët në tërësi vetë, Shqipëria nuk ishte një vend atraktive, nuk ishte një vend që ti mund vije lirisht, ti mund vije kështu, se thosh, me dëshirën e madhe për të qenë, aq më tepër për të luajtur një skenë teatrore siç është Teatri Antik i Butrindit. Ne kishim momente, për shembull, të një në ato kohra, se duhet i rikthehemi çik kujtesës sonë, një shoferi, për shembull, hungares, që vinte bashkë me dekorin, i cili do të thoshte që ose nuk lëvizte nga po themi nga kufiri për të ardhur në Butrind apo në Sarand, sepse i kishin thënë që ti do të varin, edhe makinën tënde do të ta djegin. Makinën tënde do ta djegin. Pra, në këtë vazhdo, kemi pasur vështirësi të jashtëzakonshme të një atmosfere jo fort të këndshme, jo fort të duhur për të organizuar evente kaq të mëdha. Megjithatë, ne me ngulm, edhe një herë me dëshirë për të bërë më të mirën, ja dolëm që të bëjmë festivalin e parë. Sigurisht do t'i rikthehem pyetjes tuaj që u shprehet duke thënë që shfaqet apo trupat vinin me gjuhën e tyre, edhe si do ta kuptonte, si do ta ndjente, si do ta rrokte spektatori që ishte në shkallaret e Butrindit. Ne kishim një gjë parasysh, sado që me nuhatjen tonë, unë me eksperiencën time, sado edhe me Europën aq pak sa kishim, me Institutin Ndërkombëtar të Teatrit Mesmetar, apo
si të themi, prezenca në ndonjë shfaqje teatrore diku jashtë, në ndonjë moment të një festivali ndërkombëtar, e tjera, dhe shikonim që kudo kjo ndodhte, por Festivali Butrintit kishte një specifik të vetën, duke qenë se një skenë e hapur, pra një skenë në hapësirë, dhe nuk do ishte lehtë që të hynte çdo pjesë, nuk do ishte lehtë që të hynte çdo vepër në të. Pra duhet kishim parasysh që spektatori, edhe pse nuk e dinte gjuhën e vendit nga vinte trupa, ai duhet kishte parasysh që të shikonte se si gestikulohet, se si vizualisht ai ka elemente që bëhen të kuptueshëm përpara spektatorit. Dhe ne u munduam të kemi disa shfaqje të kësaj natyre që në festivalin e parë, siç ishte Prometheu i lidhur i Teodor Teorzopoulos. Pra Teo Teorzopoulos, siç ishte Mediterane e rumunëve nga Pizuanu, nga si themi regjizorja e shquar rumune Katanina, kështu që duke qenë shfaqje të kësaj natyre, ato në festivalin e parë, me thënë të drejtën, nuk hasëm në ndonjë vështirësi të madhe të kuptimit të gjuhës. Një pjesë e madhe u kuptuar shumë mirë, një pjesë tjetër sigurisht aq sa do të mund të shpjegohesh, sepse më vonë do të flasim se si pastaj elementet për të bërë më të kuptueshëm në spektator, qoftë nga gjua, qoftë nga një subjekt apo sujet që ne ndanim në spektator, u bën edhe nëpërmjet ekranit, edhe nëpërmjet ndarjes së si themi të fletushkave që kishte spektatori në shkallare. Okej. Kela, të lutem, e kthe një slajd përpara, dua të dëgjojmë një sinkron. Okej. Zërin. Më shumë. Max Velo thot që duhet ta kuptojmë që Festivali Butrindit është një festival i pakrahasueshëm me festivalet e tjera. Pse? Cili janë kriteret e përcjelljes? Si ishin shfaqjet që vinin? Çfarë e bën të pakrahasueshëm Festivalin e Butrindit? Pra, vit pas viti, Angela, rritesh festivali sigurisht që rriteshim edhe ne, në raport me çka i duhesh festivalit. Pra ne jo çdo gjë e kishim të qartë në fillesat e organizimit të këtij eventi. Dhe sigurisht filluam që bashkë me grupin organizator ne të kishim edhe disa koordinator artistik që i quajtëm, disa personalitete në disa vende të, po themi, të Ballkanit apo edhe të Europës. Dhe kështu që duke vajtur edhe drejt për së drejti, me mundësit modeste që kishim, për të parë shfaqjet që do të merrnin pjesë në Butrind, duke qenë edhe në kontakt të vazhdueshëm me koordinatorët tanë, që i kishim në Francë, i kishim në Beograd, i kishim në Shkup, i kishim në Bullgari, i kishim në Kroaci. Kështu që, si të themi, duke qenë kontakt i vazhdueshëm me ta, atëherë propozimet e tyre, bashkë me dosjen përkatëse të, si të themi, të spektaklit apo të vetë teatrit, nga ku do të vinte trupa, e bën të mundur që të bënim një seleksionim, bënim një, si të themi, të bënim një vlerësim, një rivlerësim se si do të ishte festivali i radhës, cili do të ishin këto të. Pra filluam që të organizoheshim, me thënë mirëfilli, si ndë festivalet e mira europiane. Sigurisht, shumat tona, buxhetet tona, ishin mjaft modeste në raport me ta, por për nga pikpamja e rrugës ndjekur, se si duhet shkosh ti për të përftuar, si të themi, shfaqje të bukura, shfaqje të mira, dhe nga ana tjetër, për ta kthyer mjedisin e festivalit Butrindit nga pikpamja infrastrukturore,
në një mjedis të këndshëm, në një mjedis i cili i bënte që të riktheheshin trupat. Të thoshim me zi po presim që të rikthehemi në festivalin e Butrindit, pasi unë nuk kam ndërmend që të përmend fjalët e pafundme të bukura që thoshin artistët pjesëmarrës apo personalitetet cilat kanë marrë pjesë në gjithë këtë, si të themi, kalvar të jashtëzakonshëm të festivalit Butrindit, dhe ato kanë qenë kaq të bukura sa një nga ato që thotë Indieri Velo, i cili nuk rreshte se qeni në festivalin e Butrindit sepse donte shumë, që është i pakrahasueshëm, edhe të tjerë kanë thënë shumë gjëra të bukura. Për shembull, mbaj mendur nga ai Xhakirisi, ka qenë një regjisor i famshëm grek, jo nga Teua, se Teua sigurisht bëri një leksion të hapur për shkollën teatrore, dhe atë ndofta do të themi të Erzopolës, përpara 2-3 pedagogëve tanë të akademisë, cilët nuk jetojnë më, dhe ky Xhakirisi më thoshte, me një shfaqje të shkëlqyer, erdhi nga Greqia, më thoshte që festivalet janë si nënat. Ato mbledhin fëmijët e tyre dhe ju keni lindur një fëmijë të shëndetshëm. Duhet ta mbrojmë dhe ta rrisim me çdo kusht. Me çdo. Ky është një shprehje e tij e famshme. Ose për shembull një më kujtohet një studius, Schaeffer, një studius gjerman, austriak apo gjerman, tani për momentin nuk e kam shumë të sakt, ai tha po austriak, me sa mbaj mend, ai thoshte që festivali Butrindit ka shpirtin e Aleksandr Mojsiu. Austriak do të qenë. Një austriak do të qenë, por neve na inspironin këto, na gëzonin dhe na inspironin, sepse thoshin ata duke qenë drejt për së drejti pjesëtar të si të themi të ftuar ose jo, të i luanin në skenën e Butrindit në festival. Pra, përpjekja jonë ishte e gjithanshme për ta krijuar këtë mjedis. Dhe festivali Butrindit e krijoi emrin e tij, me çfaqjet e tij, me këtë mjedis që unë thash. Dhe çka është më interesantja, sigurisht Zoti Çapaliku është këtu dhe noj tjetër, zonja që ka qenë vazhdimisht në Butrind si gazetare, e të tjerë, dhe i mbajnë mend shumë mirë ato debatet tona që ne bënim në sallën e madhe. Pra, debatet apo konferencat e shtypit ta të quajtur, ose ato ktheheshin në debate, si sa thjesht për të thënë 5 fjalë përpara tyre dhe ata për 5 pyetje edhe për të mbyllur kjo histori. Aty bësh debate. Dhe thueshin gjërat shumë hapur. Është kritikuar teatri kombëtar, me sa mbaj mendur, nga Violeta Murati, me një gjuhë kështu të rëndë për teatr. Unë ta quante skifos, ta quante pse? Sepse ishte raport me çfarë shikonte ajo atje, ishte raporti me shfaqjet e tjera, ishte refleksi që kishte kundrejt këtyre shfaqjeve dhe çfarë trupa duhet të bënte për të bërë atë që duhet të festivalit e Butrindit, sepse në ato momente kur flasim për festivalin e 10, 11, 12, atëherë kur erdhi top model, kur steka e festivalit u rrit jashtëzakonisht shumë dhe kishin zili edhe shumë festivale të tjera. Atëherë sigurisht që trupat duhet të mos e merrnin kaq lehtë për të marrë pjesë në festivalin e Butrindit e për të përballur me nivele të tilla. Megjithatë, teatri kombëtar ka sjell thuajse çdo vit një pjesë kastile për teatrin e Butrindit. Bënte një pjesë enkas për të, apo ishte pjesë e repertorit tyre që përshtatnin? Jo, ne nuk kishim, si të themi, pjesë enkas për festivalin e Butrindit. Shumë pak janë ato që ne, ose po themi në një kështu që u përgatit enkas për ta parë, si me thënë, për ta ndjerë dhe për të luajtur në skenën e festivalit Butrindit. Ne thjesht shikonim se çfarë do të ndodhte në repertoret e teatrove, dhe nga ana tjetër ne ju bënim me dije që çfarë kërkon festivali Butrindit. Dhe tashmë ato u bën të përgjeshëm, u bën të ndërgjegjshëm të gjitha trupat për të marrë pjesë në festivalin e Butrindit. Pra, në qoftë se
Stefan Çapaliku ka ardhur në Butrind me çfaqjet e tij, sigurisht nuk kanë qenë të teatrit kombëtar, kjo s'ka asnjë lidhje, por pjesët ishin vizualisht dhe të ndërtuara që mund të qëndronin shumë mirë në festivalin e Butrindit. Kështu që po kështu pjesa me Shkodrën, me Altin Bashën, po kështu një pjesë tjetër që Metropolit, është teatri operës dhe baletit. pra teatri operës, Metropoli e shumë të tjerë, nuk është se ishin enkas, por ama ishin shfaqjet cilat rrinin mirë apo i përshtateshin shumë mirë këtij mjedisi magjik siç është teatri antik i Butrindit. Kështu që nuk kishim ndonjë, si më thënë, ndonjë gjë enkas. Është tjetër gjë, arriti Butrindi, arriti deri në atë nivel të lartë, të, si të themi, të pjesëmarrjes së trupave artistike, sa reflektuan regjizor të mëdhej siç ishte Aleksandr Morfov, i teatrit kombëtar të Sofjes, dhe erdhi me një premier Ja, për këtë duhet flasni. Butrind. Kjo ishte gjë e rrallë. Në programin e festivalit ka pasur shfaqje nga regjizor me peshë ndërkombëtare, si Terzopulos, i cili erdhi me Prometeun e mbërthyer, ai njihet për shkollën e tij të famshme aktoriale. Apo Morfovi, që me pjesët e tij ka ardhur me pjesët e tij të njohura ndërkombëtarisht, siç janë Shtrëngata, siç janë Rajnat e Vere, Nata Magjike, për të cilën ai bëri një përshtatje enkas për festivalin e Butrindit, dhe thotë që kjo është përshtatja ime më e mirë e kësaj shfaqjeje. Nata Magjike, një shfaqje fantastike në fakt. Megjithatë, në Butrind, Don Juani ka bërë premierën në këtë festival dhe Don Juanin ai e mban si shfaqjen ku ka hedhur një hap më tutje, ka shkuar përtej asaj që ai e quan brutalizmin e tij dhe tragjizmin e tij në teatr, dhe ka ardhur me një shfaqje që ai hyn në fazën e tij filozofike. Premiera e tij ka qenë pikërisht në Butrind, ju e shikoni në sfond reklamën e shfaqjes. A mund ta tregoni pak më shumë për këta regjizor të mëdhenj, ose edhe për të tjerë emra të rëndësishëm që kanë ardhur në Butrind? Sigurisht që Aleksandr Morfov ishte është sigurisht nga regjisorët më të mirë, kur në rrafshin ballkanik edhe më gjerë, në rrafshin evropian, sa i ka vënë kudo çfaqje, çfaqje të tilla dhe janë pothuajse të gjitha shumë të suksesshme, jashtëzakonisht suksesshme. Por ajo që, si të themi, e nderoi apo e bëri si të themi bëri një kulm në festivalin e Butrindit, ishte pikërisht premiera e Don Juanit, e cila startoi në Butrind, dhe angazhimi jon sigurisht që jashtëzakonshëm, dhe artistët cilët kishin ardhur, dhe një nga cilët se harroj Timo Flokon, i cili po më thoshte që nuk kam për të parë çfaqje si kjo. Edhe shumë të tjerë që kishin ardhur për të parë shfaqjen. Pra, si të themi, Don Juani ishte një pikë kulmore edhe për vetë Morfovin. Pse? Se ai e kishte vënë këtë shfaqje edhe me një trup tjetër San Petersburgut të Rusisë. Pra, e vuri atje, e vuri në Teatrin Nacional të Sofjes, dhe më kujtohet shumë mirë ku në festivalin Golden Mask të Moskës, ku vinin të gjitha trupat më të mira teatrore, shfaqja e Aleksandr Morfovit, siç ishte Don Juani, e cila ishte afërsisht më tamam me shfaqjen që bëri ai në Teatrin Nacional të Sofjes. Thjesht vetëm ndryshonte përshtatje me artistë ndryshëm e tjera, sa një koncept kishte pra po. Dhe i fitoi të gjitha çmimet. Pra me regji, me skenografi, me kostumografi, me aktrim, me të gjitha çmimet i fitoi, sepse ashtu kishte ndërtuar shfaqjen, me një vizion të jashtëzakonshëm, me ca mesazhe të mrekullueshme dhe të së kaluar, dhe mjaft kontemporan, mjaft moderne, mjaft aktuale në shumë variante të tij. Kështu që ajo ka qenë një nga pikë më të mira, nga momentet kulmore më interesante të festivalit Butrindit, bashkë me shfaqjet e tij të mrekullueshme, bashkë me Shtrëngatën bashkë me Natën Magjike, bashkë me Ëndrrjenat e Vere të San Petersburgut, se Ëndrrjenat e Vere ai erdhi me San Petersburgun, erdhi me teatrin e tij në Butrind. Po për shembull Nata Magjike
ka qenë një mrekulli, domethënë një shfaqje me pak personazhe, me 5 apo 6 personazhe, dhe ai e përshtati, ai e kishte atë, po e përshtati sepse thoshte skena e Butrintit është një magji. Pra, dhe kjo magjia ime me siguri që do të shkoj shumë mirë në Butrin. Edhe bëri ca ndryshime të vogla ashtu dhe ashtu shkoi. Më kujtohet Ylka Mujo, e cila ishte inamoruar fare. Me natën magjike Ylka Mujo, dhe kur do ta shfaqim edhe një herë, si do ta shoh prapë në të shfaqje, sepse ishte një orë e pak shfaqje, 1 orë e 10 minuta, dhe ishte një bizhuteri nga fillimi deri në fund. Edhe artistët, edhe elementët që krijoheshin, edhe gjithçka që kishte atje. Pra ishte një mrekulli. Kështu që kishim shfaqje sa natyre. Tash unë do t'i rikthehem Teos. Sepse Teo Teorzopoulos ishte nga regjisorët e shquar dhe një shkollë tjetër teatrore. Kur flasim këtu për shkollat të një baze të Stanislavskit, se kjo është shkolla e bazës Stanislavskit, me element modern, me element kontemporan, po shkolla Stanislavskit, si Morfovi, si edhe të tjerë. Ndërsa Teo Teorzopouli vinte nga një shkollë gjermane. Ai kishte bërë Berliner Ensemblin, një nga, po themi, historitë më të famshme, më të vjera të teatrit të Brechtit në Gjermani, dhe Teo vinte pikërisht nga kjo kulturë, nga kjo shkollë. Dhe për me theun ai ishte futur në këtë hulli, që ne sigurisht nuk e kuptonim të kaq mirë, se çfarë është kjo shkollë, se si janë, sigurisht në skenë ai na gozhdonte, na makniste, po për të kuptuar realisht se çfarë si zbërthej dhe çfarë duhej që të ndodhte për të parë spektatorin një gjë të veçantë, Të shijuar në tërsinë e pra në vet. tërsinë e vet, atëherë ai vendosi të bëjë një leksion të hapur. Që në festivalin e parë. Dhe përpara tij ishte i ndjeri Vanjush Furxhi, që se harroi. Ishte Adriatik Kallulli, i ndjeri Adriatik Kallulli, profesori jon i dashur. Josifi, sigurisht që është akoma aktiv. E të tjerë, nuk flas për artist, po këta të cilët ishin marrë me sisteme shkollore, si themi, me shkollën teatrore. Dhe Teua zbërtheu se si punohesh me të në këtë shfaqje, apo dhe në konceptin e tij që kishte për shfaqjet teatrore me shkollën e tij. Që do të thotë, me antikitetin ai punonte me radhë. Asnjë s'kuptonte në atë kohë se çfarë ishin këto radhë. Pra aktori se si punonte me rrethin e parë që fillonte nga majet e gishtave deri në qendër, deri në mes, dhe pastaj fillonte rrethi i dytë, dhe pastaj fillonte rrethi i tretë deri në majt flokëve. Pra këtu ishin 3 rradhë të cilët punohesh me artistin me të gjithë gjymtyrat, me të gjithë gjymtyrën e tij. Dhe nga ana tjetër punonte shumë edhe me shenjat që kishte vetë antikiteti. Shenjat e antikitetit ne i shikonim kështu si një trekëndësh, si një rreth, si një kub ose katror, si një shenjë tjetër që ne nuk arrim ta kuptonim, po ato ishin gjitha signifikative. Ato kishin kuptime të mirëfillta që Teua i zbërtheu kaq bukur, dhe Vangjushin, si tashim kujtohet, dhe vetë Adriatiku, të gjitha në për herë të parë, me gjithë që kishin një bagazh të jashtëzakonshëm në kulturën e tyre, Ishte veçantë. ishte veçantë, dhe për herë të parë ne po ndjekim gjëra të tilla dhe e falenderojmë me shumë, edhe ty më thoshin që e prurë këtu, se s'kishim bërë të dëgjuar më herë. Pra kemi pasur që në fillim evente të kësaj natyre, si themi, apo momente të bukura të kësaj natyre në festivalin e Butrintit. Kështu që kemi Prometeun Prometeu të Teos. tash ju bët shumë mirë që na kujtuat, sepse unë edhe të mondi rrinim kështu edhe vetëm e shikonim me kujtesën tonë, uleshim nga njerë, këto librat edhe i shfletonin dhe si shfletonin, sepse na mërzistin nga njerë. Për shembull, unë për një arsye, për një tjetër, si më shikonin qik me të ngjyrosur, se në Saran shkohet nga qefi, shkohet dhe nga halli, unë vete atje në një mjedis me qira,
për të qëndruar më shumë në rrezet e diellit dhe të detit, sepse është problem shëndetësor. Dhe e shikoj nga larg, tash më putrindin dhe ju që më rikthyet në këtë them, kemi qenë ne që kemi bërë Që të gjëra të supermarket. tilla, që ka funksionuar kështu në këtë mënyrë. Si është e mundur? No, nuk po flasim për numra, ha? Numrat statistikat mund të thuash që mbi 2000 sa artistë, mund të thuash 70.000 spektatorë, sa të thuash që kanë qenë atje, ku flasim për artistë të huajve të vendit, të gjithë bashkë, që nuk është një numër i pakët. Ama festivali Putrindit përveç shkollës ka qenë edhe një si punë ambasadori. Këtu desha të dalë. Në fillim quaj Putrindit 2000 si një fenomen rajonal. Mirë po, Sigurisht. rajoni u shtrit deri në Kinë. Si ishte puna e klubës Kinës? Cilat lutem. Me thënë të drejtën, edhe vetë nuk do të da besoni që do të vinte Teatri Nacional i Pekinit të luante në Putrind Rikardin e Tret. Rikardi III ishte një shfaqje kështu e luajtur e përbotshme nga shumë e shumë teatro të mëdhenj dhe një vepër mjaft e madhe, si thuash, në të gjitha përmasat e veta. Dhe Teatri Nacional i Pekinit vendosi të vijë në Putrind me pjesën më të madhe me shpenzimet e veta. Edmondi dhe unë kemi paguar për ta autobusin, se aq kishim, s'kishim në mundësi tjetër, të vinte nga Rinasi në Putrind dhe të shkonte nga Putrindi në Rinas. Kaq kishim mundësinë dhe ja thamë që në fillim. Dhe ata morën me vete të gjitha, o do të luanin në Putrind, o nuk bëhesh ndryshe, dhe morën me vete të gjitha shpenzimet. Do më thënë minimalisht kanë qenë mbi 100.000 euro që ata kanë shpenzuar vetëm për të ardhur, sepse maunet apo dekori erdhi me det, me avion dhe me tokë, pastaj nga Athina me spedicion me maunet madhe, dhe vetë ata erdhën nga ajri me avion. Po flasim për trup 20 veta, nuk flasim për trup 10 veta, flasim për i trup 20 veta, pra vetëm biletat e udhëtimit Që tregon dhe peshën që kishte marrë festivali. Nuk diskutohet, ata donin të vinin në Putrind. Ata e kuptonin festivalin në Putrindit si një nga pikat më të bukurat e Europës. Ata vinin në Europë. Që kuptonin ata, nuk ishte shumë për ta. Dhe do luanin dhe Rikardin e Tret në një vend kaq të bukur, një vend kaq këndshëm si festivali i Putrindit. Kështu që ata erdhen dhe çka është për të nënvizuar kjo, se edhe tek ne duhet të reflektojmë. Sigurisht që edhe ne brezat tanë nuk janë më si dikur. Janë më të çfilluar, janë më të bukur, dalin më kështu, më ashtu. Dhe kur kanë zbritur nga autobusi unë dhe Edmondi, i shikonim ata dhe thoshin kinez janë ta. Kishte ndryshuar dhe raca kineze. Ishte çuditshme. Kishte ndryshuar krejtësisht. Ama edhe në sken, ata ishin krejtësh. Pra nuk na bënin më kur flisnin për të qeshur. Jo. Gjuha e tyre në teatr tingëllonte sikur të ishte një anglishte e çuditshme, e veçantë, që ishte një kineshe. Pra kishte çdo gjë kishte ndryshuar. Kjo jo vetëm se ata e flisin në një mënyrë tjetër, por në mënyrën se si luanin. Në mënyrën se si aktonin, se qa shkolle i ndiqte ata për të ardhur deri atje, ishte e mrekullueshme. Ai ishte regjisor i shquar, ishte një nga regjisorët më të shquar në Kinë. Dhe ata sigurisht u inamoruan, u kënaqën shumë, fatmirësisht shkallaret ishin të mbushura, u prit jashtëzakonisht mirë shfaqja, dhe ashtu mbeti në atë kuadër, nuk u pasuam tutje, sepse ne s'kishim më mundësi. Ata një herë mund bënin inkursione të tilla, sepse edhe thanë, dhe duhet thënë kjo, dhe thanë përpara spektatorit, dhe duhet thënë se është interesante, tashmë revolucioni jonë, apo inkursionet tona në fushën e zhvillimit ekonomik dhe industrial, për të shkuar më tutje kanë përfunduar. Ne tani do të bëjmë revolucion, do të bëjmë një inkursion në për Europë apo kudo në fushën e kulturës. Ishte çuditshme. Edhe kështu i kishin këto. Pra, kishin buxhetet jashtëzakonshme për të treguar se çfarë ishin ata, se çfarë bën të bënin ata, se çfarë do të thoshin me shfaqjet e tyre. Dhe ishte gjë e jashtëzakonshme. Dhe shfaqja, ai që ka pasur rast ta shikonte, kishte element të mrekullueshëm nga pikpamja vizuale dhe gestikuluese dhe
si të themi, alegorike, shinjuse, me element të jashtëzakonshëm, që nga po themi napat e kuqe, deri ka ato të bardha, deri ka ato të zezat, deri ka mënyra se si ekzekutoheshin njerëzit, pa goditje, pa gjefare, vetëm me element. Ishte një mrekulli, pra ishte një mrekulli. Kjo ishte gjë e jashtëzakonshme, ashtu siç për shembull tek Oresti. Oresti ishte një shfaqje e jashtëzakonshme, një shfaqje kështu, po Ksakiris i kishte ardhur me një nga aktorët më të mirë grek të teatrit, si ishte Jani Furos, dhe në përplasin e tij për të vrarë nënën e tij, nuk u përdor asnjë thik, ai mori thikën në dorë, nuk përdor asnjë element kështu dhune, asnjë gjë, por iku thika dhe u godit diku në tokë kështu e hedhur nga ai dhe ai filloi të dridhesh nga dhe më kujtuan rrafat e Teos, nga kimja e kokës deri te gishtat e këmbës, dhe e ngritën nënën me korr vajzash, duke mbajtur në krah. Konvencionit. Ishte një gjë jashtëzakonshme. Dhe sigurisht të gjithë njerëzit, ata të fshatarët, ata të shkolluarit, ata të teatrit, ne bashkë me ta, sigurisht që të rrotokitëm, gjithë, pa përjashtim, sepse kuptuam mirëfilli sa buk. Në festival ka pasur shfaqjet antikitetit, klasik të teatrit, Shakespeare, Molière, Lorca, po dhe shfaqje të reja apo alternative, siç ishte Tranzicioni Gjergj Prevasit, Silent Theater, Sonakai Production, Kantieri Teatrali Korea apo Fabrika Teatr, ne po i shohim në sfond. Unë kam vënë parën të Silent Theater sepse është një performancë në një interpretim në qytetin e Sarandës, shumë i veçantë. Si caktonit peshat e këtyre? Cila ishte dëshira për të futur dhe gjëra që nuk janë klasike teatrale? Po, e kuptoj. Edhe është me vend kjo, sepse tash si më thon, me kalimin e viteve, me kalimin e edicioneve, duke u rritur, duke edhe ne bashkë me të dhe festivali, filloi të kërkoj vetvetiu disa gjëra të veçanta. Pse? Se ne shikonim që Shqipëria, apo Tirana, po themi, se ajo është epicendra e një niveli deri diku të artit apo të vetë teatrit. Nuk ishte epicendra e teatrit vetë. Pra spekatori nuk ishte ai që donte vetëm teatr. Aq më tepër ai turisti, ai që vinte për të shijuar ato që kishte ndërmend të shijonte xhanat dhe për të parë dhe festivalin Putrinit. Pra, donte edhe një zhandër tjetër. Donte edhe një dans teatr për të parë, donte edhe një muzikë për të parë, donte edhe një shfaqje tjetër krejt të veçantë vizuale, apo një musical, siç ne kemi ftuar Romeo dhe Julieta, një musical e jashtëzakonshme që bëri namin nëpër Europë. Bëri namin duke u shfaqur për herë të parë, jo premier, për herë të parë në Putrinë, në një vend të hapur. Erdhën enkas ata. Ishte një koproduksion rumun dhe ungares. Ata erdhën enkas për në festivalin e Putrinit për të bërë shfaqje në një vend të hapur. Dhe në mos gaboj mend ishin ja 60, 70 e sa veta ishin. 70 e sa veta në skenë të kesh, imagjinon skenë e Putrinit me këngëtar, me të dansit, me aktor, ishte një gjë e jashtëzakonshme. Pra, Romeo Julieta ishte një shfaqje, një musical që pastaj informacionet që na vinin, ajo kishte bërë një xhiro të jashtëzakonshëm nëpër Europë. Ama e filloi nga Putrini për të parë se si rritet në një teatr antik hapur. A mund ta quajmë festivalin e Putrinit një shkollë ndërkombëtare teatri në Shqipëri? Me thënë të drejtën, ne sigurisht që duke qenë me këmbë në tokë, duke qenë kështu modest, sepse të tillë ishim edhe të tillë jemi. Nuk duhet të kalojmë, të bëjmë kështu, të bëjmë sikur themi gjëra të mëdha me shkolla, me nuk di, me çfaqje që si arrin kërkush e tjera, por ama nga ana tjetër ne kemi bërë atë që të tjerët e thoshin Angela. Pra, një nga ato kritiket apo bashkëpunëtoret tona, e cila ishte dhe koordinatore artistike e Beogradit, një zonjë e cila na thoshte që kam mendimin për të propozuar
Dragana Boskovic quhet, për të propozuar një atelje ndërkombëtar, këtu është shumë vite përpara, që nga festivali 10-11, për të propozuar një atelje të teatrit ndërkombëtar, padyshim, në Butrind. Që ne ta bëjmë ose përpara se sa të zhvillohet festivali Butrindit, ose pas festivali Butrindit, ne kemi një atelje dhe sigurisht që gjithçka do ta marrim përsipër, do bëjmë ç'ishte mundur bashkërisht dhe mbi bazën e të rinjve. Baza duhet ishin të rinj. Që ajo që duhet ishte art nga e festivalit Butrindit, me sërdej. Pra, atyre u lindte vetë kjo. Edhe pa thënë neve që është shkollë ndërkombëtare, apo është shkollë festivali Butrindit, apo është kështu ose ashtu. Sigurisht niseshin nga niveli, niseshin nga mundësitë infrastrukturore, se ne, me thënë drejtëm, si që kemi në zakon shqiptarët që të ketë, si të themi, me miqësia, apo ardhja e një miku i lihet vetë jashtë edhe gjithçka për mikun e tjera, kështu bënim me festivalin e Butrindit. Ne kishim në hoteleri apo në mjedise të shkëlqyeshme që ata ndjenin veten shumë mirë. Ne nuk kishim në asnjë moment gjëra që të çadonte në këtë drejtim festivali. Pra ja krijonin këtë, qoftë tavolinat e rrumbullakta, qoftë debatet në ato sallat e mrekullueshme, si t'ishte kjo sallë dhe më e mira se sa. Dhe kështu që duke qenë kështu, ato e ndjenin me kuptonin që festivali Butrindit i ka gjitha mundësit për të organizuar shkollë, atelje, shkollë, se si mundet që nesër dej, pas asaj, me periudhë caktuara, të bëhet dhe një shfaqje nga vetë. Nga vetë ateljeja e... Do t'ishte me shumë interes, por sigurisht mbeti siç mbetën shumë gjëra në ëndrat tona, ashtu siç ne edhe ne nuk e kishim kur si të themi të ngulitur në mendje, e kishim të ngulitur një gjë tjetër që festivali do të vazhdonte ashtu siç ai Grigori Azarjan na thoshte do të jetojë sa gurët e Butrindit, që edhe ne mendonim që festivali nuk do ndërreshte. Në fakt, unë dua të vë një sinkron tani, kile lutem. Po. Jo, përpara kësaj, lutem, tjetra përpara. Këtë shoh. Vetëm që shohim me titra, po... Nuk ka, vetëm atë me titra. Po mirë, s'ka gjë, ne Okej. vazhdojmë edhe Realizohet, për do të futet në një proces sistematik, duke bërë që Shqipëria të ketë festivalin e vet ndërkombëtar në një agjendë evropiane. Të gjithë kanë besuar duke filluar nga Festivali Butrindit ish ministri kulturës Edi Rama, që sot është kryeministri, po dhe të gjithë tjerët kanë besuar që festivali Butrindit nuk do të ndalej më kurrë, po ja që realiteti është ndryshe. Me të drejtën ai në atë kohë, sigurisht që kishte objeksionet e tij. Duhet me thënë realisht se çfarë ka ndodhur, ai e mbështeti kur ishte ministri i kulturës, me atë e startuam në festivalin e Butrindit. Pa mbështetjen e tij, ne do ta kishim shumë vështirë. Ai e mbështeti krejtësisht. Bile, pas kësaj mbështetje, ai iku dhe u bë kryetar bashkie dhe sigurisht kishte më lidhje me Butrindin. E la si testament, ose na la një testament, që të mos rreshte kur festivali Butrindit, sepse ai erdhi dhe kujua festivali atje. Erdhi atje dhe dolën përpara në skenë, fatë që tha, dhe ne kemi fatmirësisht edhe të regjistruar atje, e tjera. Por, çfarë ndodhi? Sigurisht që nuk ishte krejtësisht ndofta në dorën e tij, e tjera, kur erdhën vite, pasuan vite njërën tjetër. Por, ama ju largua nga festivali Butrindit, ose vetë Butrindi e largoi atë, duke pasur problematika shumë të mëdha, ne nuk ktheu kokën më.
nuk ktheu kokën më edhe për të pyetur çfarë ndodh me festivalin e Butrinit. Dhe sigurisht ata përgjegjësit e radhës, po them, ministra apo ministresha, që ishin edhe kështu edhe ashtu, nuk ishin thjesht një linje apo të një drejtimi, apo të një politike, apo të një krau politik, po ishin të ndryshëm, kanë bërë si thoshte, e ka thënë një kështu ky shkruante me humor në këto çfaqjet e bukura të dikush me portokallisë Top Channelit, që dikush vjen dhe bën budallëkun e radhës, ai që vjen bën budallëkun. Pra, kishim dhe budallëqet radhës, ta se natyre sa e stopuan festivalin e Butrinit fare. Okej. Se niseshin nga historira të thasha themesh, nga historira kafenesh, nga historira kështu, s'kishin qenë në Butrint asnjëherë, nuk dinin, më kujtohet, kishim ministra apo ministre, të cilat nuk kishin qenë ndonjëherë në Butrint. Nuk kishin qenë në Butrint, nuk e dinin se çfarë ishte Butrint. Domthon deri aty. Pra, erdhën vitet dhe nuk bën atë që duhet. Dhe pikërisht festivali 13, modi, festivali 13, ku ne kemi bërë dhe një gjë kështu, kemi bërë një gjë signifikative, ku është i 14, këtu është i 14, po të shikosh brenda, bjerën që këtë lutem, po të shikosh brenda, ka një festival të 13, se duhet ta them atë. Aty filloi, si të themi, mos funksionimi, ose është ai me elefantin. Retrospektiva. Ja. Ky është festivali me një elefant, i cili ecën kështu në mënyrë dinjitoze, drejt përpara, dhe sigurisht që ishte me krejt kuptimin, dhe janë ca që si një shkabonjë që do t'i heqin në gjë, kështu do t'i marrin në gjë, që janë ato që janë, që se me thonë, është dhe një ardhuc këtu poshtë, që ky gati sa se shkel me kam. Sigurisht ajo është domethënte. Ajo është domethënie për ne se kush ishin ata që e pengonin, kush ishin ata që nuk e subvenciononin festivalin e Butrinit, por ne kishim mendimin që ai do të ecë gjithmonë përpara, sado që të bënin gjëra të tilla. Kështu që në festivalin e 13, aty patëm një shkop të 14-in, patëm një, si të themi, një subvencion gati qesharak të festivalit Butrinit. Sepse u bën kështu, u bën, si të themi, projektet si një tepsi ku ndahen me copsa, pra u barazua me një, po themi, një produkt apo një festival djathi dhe festivali Butrinit, apo një tjetër me festivalin e Butrinit. Kështu filloi historia e festivalit. Megjithatë, ne nuk rreshtëm, ne ngulmuam me domosdoshmëri që ta çonim sa të mundnim festivalin e Butrinit përpara, sepse gjithmonë ndronim dhe gjithmonë kishim një shpresë apo kishim ngasje që dikush do të vijë, dikush do të jetë dhe do ta mbështetë seriozisht dhe do bëj atë që duhet me festivalin e Butrinit, sepse çfarë ndodhte? Vetëm të huajt flisin për festivalin e Butrinit. Këtu në Shqipëri nuk flisin. Asnjë ministresh, asnjë ministër nuk flisin. Ose hiç, ose në një fjalë ashtu tek tuk në një gjë kështu, apo shkruanin në një gjë, se kanë shkruar ca gjëra këtu, ndoshta ja shkruanin dhe të tjerët që ne i gjetim atje. S'ka rëndësi ajo, shkruanin. Po për të folur, për të thënë, për të interesuar, për të kërkuar në fundit edhe llogari, çfarë bëhet në festivalin e Butrinit, nuk absolutisht asnjë. Dhe kush e bënte këtë? E bënin të huajt. E bënte ndjes pas, nuk jeton më, ministri i kulturës Maqedonisë Veriut, Blagoj Stefanovski. Ai në çdo konferencë ndërkombëtare ku ishim, në çdo debat, ai do të thoshte çfarë është festivali i Butrinit. Dhe unë rria shikoja kështu më ka seriozisht që flet për festivalin e Butrinit. Ai nuk flisë për festivalet e tij atje fare. Thoshte festivali i Butrinit është kështu, është ashtu, është një vend, është i mrekullueshëm, është me trupa, është me ata kishin dhe një teatr antik atje. Në vendin e tyre. Dhe ai fliste për festivalin. Ndërsa e të tjera, po flasim po e mora shembull se e kemi edhe këtu pranë. Pra flistin të huajt
Dhe këta, po them, tanët, që e kishin ndoshta edhe për detyrë, që të thoshin diçka, të mirë apo të keqe. Argumentonin që çfarë ndodh me festivalin e Butrinit. Pse nuk subvencionohet më festivali i Butrinit? Pse festivali i Butrinit ka mbetur? Është një pyetje shumë e thjeshtë. Pse stopoi gjithë kjo vlerë e madhe? Pse çfarë ndodh? Kush ishte arsye? S'ka përgjigje. Ishte në mënyrë absolute, asnjë gjë tjetër përveç se historitë gjelozive ndoshta, ku diun se s'mund ta them atë se ne se kemi fara atë nuk kemi futur sa historia apo smijave apo thashë themeve apo njerëzit apo inateve personal, nuk di të them, që arritën që të mos e subvencionojnë më, ose të subvencionojnë në mënyrë kaq qesharake, sa unë po e them shifrën e fundit, 5 milion lekë të vjetra, për të bërë festivali Butrinit, sa mund të bëhet, ku diun, mund të bëhen ca koktele, një koktele, 2 koktele që bëhen për diçka, për të bërë një festival ndërkombëtar teatri. Ishte pa mundur ne që të merremi me gjëra të tilla. Pra si ishte mundur që të arrihet dhe të sillesh kështu me një vlerë kaq të vyer të festivalit Butrinit. Dhe unë tash dua të bëj një paralelizëm me çka jemi ne dhe çka neve duhet të ndryshojmë. Duhet ta bëj këtë. Edhe për para jush këtu. Ju po të vini në Sarandë, të gjithë të dashurit e mi që janë këtu, ashtu si që është vepruar me festivalin e Butrinit, po ju them që është vepruar me një nga mrekullitë që ka Saranda. Me kanalin, e ashtu quajtur kanali Çukës, ku uji i Bistricës derdhë shëndet. Dhe në qoftë se piktorët shkonin dhe shikonin se si është kjo Smeralda që i themi ne, kjo Shilja, si është Smeralda, do shkonin pikërisht vite të shkuara për të parë se çfarë ngjyre kishte kanali apo uji i Bistricës për të kuptuar çfarë është Smeralda. Si ngjyrë në pikturë. Dhe sot të shkosh në kanal të Çukës, ti e ke me ngjyrën e Marmalatës, po them, nuk po se fillon me më. S'ka më. Edhe era është e tmerrshme. Çfarë ndodh me të vëndën? Si ishte mundur? Domethënë ne nuk jemi Bistrica, sigurisht. Po jemi një vlerë, jemi një gjë, domethënë kemi bërë atë që kemi bërë Butrintin, e kupton, që të flasi me gjuhën e tij, me gjuhën ndërkombëtare, ashtu si Stefani ka shkruar kaq bukur për këto gjëra, kaq edhe në dokumentar tekstin e tij, kudo. Mirë, po çfarë ndodh tash? Çfarë ndodh me këtë vend? Çfarë ndodh me mrekullinë e Bistricës, edhe ti ta kthesh në një tmerr të vërtetë? Si ishte mundur? Ama artistët s'kam dëgjuar ndonjëherë të ngrihen thonë kush festivali Butrinit. Asnjë, absolutisht. Se po të dalim ne edhe të themi, thonë këta kanë interesa, këta janë vlerë me tas, sa ashtu. Hiku. Po asnjë nuk ngrihet, po pse ngrihet njëri për kanalin e Çukës atje në Sarandë? Absolutisht fare. E kanë mendjen se si ai Çekiçi do të godas dhe do të bëjë një ndërtesë tjetër betoni. S'ka lidhje me historinë. Pra, një apati e përgjithshme e shoqërisë sonë të shtrenjtë. Që nuk duhet të jetë kështu në mënyrë absolute. Nuk duhet të jetë kështu. Po ju them. Se ne nuk kemi asgjë të mangët ne si më thënë, me Maqedonas, me Bullgare, me Rumune, me çfarë do me francezët, si duash ti. Asgjë të mangët s'kemi ne. Por ne duhet ta udhëheq një koncept krejtësisht tjetër. Kjo është. Ka ndonjë pyetje ose diskutim? Po. Na kujto pak, sepse Kjo është shumë e vërtetë. Shumë e vërtetë. Shumë e vërtetë. Pa Andromaka erdhi si të themi, në Butrind, nga një trup nga Komedi de Valence, është komedi një trup e qytetit të Valencës, Valence, si thot francezi, pranë Lyonit, nuk është larg Lyonit qytet. Dhe trupa profesioniste shumë e mirë, quhet Komedi de Valence. Edhe erdhi
për të luajtur shfaqjen e 100 të Andromakës në vendin e Andromakës. Sepse ashtu e kishin mësuar ata nga historia. Se Andromaka, masi djegjes së Trojës, ka ardhur dhe është treguar tek Pirua i Epirit në Butrind. Okej. Edhe vendi Andromakës aty ka qëndruar kaq kohë, edhe aty ata tonin që ta mbyllin, dhe nuk e luajtën. E mbyllën se ishte shfaqje 100 atyre. Nuk është pak të luajshin 100 shfaqje. Ata e mbyllën atje, erdhën e luajtën me shumë kënaqësi, por nuk do ta harroj atë, se tash i kanë ndryshuar gjërat. Me zë shumë të avashëm, Alfred më tha i frizori francez, më falë që po të pyes. Qartë të më thua e thë, në herdhëm nga jo rruga Bregdetit, ta kështu po, unë e di që këtu s'ka pasur luft, në Kosovë ka pasur luft. Sa jo ishte gjithë gropa, se ne e harrojme, ne kishim, ishte edhe një shtatzana atje mundi, dhe kishte hallë. Po jo, thashë, nuk ka pasur luft këtu pa, ato janë akoma për të rregulluar se çfarë do të thotë. Ai do të shkretin që të kuptonte se pse ndodh kjo, pse është kjo kështu. Por sigurisht që tash i ka ndryshuar krejtësisht, sigurisht që është tjetër gjë, sigurisht që ne vinim nga momente të vështira, po them për të. Ka shumë për treguar, sa që është e pamundur të kemi kaq. Ridi, unë të falenderoj, sepse të falenderoj e para për këtë bisedë që bëm, po nuk kemi më kohë dhurata se ka një takim tjetër mbas nesh. Atëre po i them unë 2 fjalë Po, patjetër. për shkollën e simbolit në teatrin e Butrindit, siç ishte ajo thika që nuk u hodh nga Po. dora e djalit, ka qenë dhe shfaqja e Medeas që nuk u përdorën fëmijë në skenë. Po. Domethënë për çdo kush që është i vëmendshëm ndaj ajo aktoria artit, anglisë. Avans angleze. kjo shkolla e Evans. përdorimit simboleve për mos terrorizuar fëmijët apo për mos të lënduar imazhin e nënës, për mua ishte diçka shumë speciale që e pash në një teatr ndërkombëtar. Dhe shumë e shumë të tjera. Evansi, do ta them edhe Po. kjo. Evansi ishte nga aktorët, po s'po them më e mirë angleze, kupton se s'mund ta themi atë dot, po një nga aktorët gjigande angleze. Dhe kur piskatja jo në skenë, domethënë që u lëriu për 2 fëmijë që i kishte dy topa Topa kështu të me- mbledhur po. me kështu nga çarçafi, një këtej dhe një andej. Dhe kur piskatja jo në mes të skenës, jo shtangu gjithë Butrindi, po edhe zogj sikur nuk u dëgjon më. Ka qullurim e të mërshme e jashtëzakonshme ishte. Dhe jo si Papajoni tha, ç'ishte kjo ata, ç'ishte kjo, kishte ky përbindësh bile ka thënë tamam. Ashtu aktore ishte ajo. Dhe unë nuk do ta mbaroj këtu. Dhe ajo erdhi bashkë me ne në lëkurs, lart, kush ka hyrë në lëkurs të shikoj se ka peizazh shumë interesant të deti këtej toga, është një kala e lëkursit atje. Evansi ka lotuar. Ka lotuar, po të nishim atje, dhe shikonte dhe lotonte. Që ajo ishte, si lotonte unë s'kuptoja gjë, sepse ajo ishte edhe kështu, ishte një qikë, kishte rrojtur kokën për të luajtur këtë ajo. Ajo tha luaja në skenë dhe gjëja dhe insektet, kjo e bën të kvitur. Nuk e kejten, ajo rrojtur e kishte kokën për të luajtur me dejan. Ishte e tillë kështu, nuk flasim për tatuazhe për këto. Ajo ishte e tillë aktore. Dhe ajo lotonte atje. Dhe i tham se kështu është keni mrekulli, është një mrekulli, tha nuk di se çfarë. Ridi, të falenderoj e para për bisedën, e dyta për atë sipërmarrje gjigande që keni bërë. Janë shumë të pakët ata që sot shkojnë në botë edhe të shohin teatr, kur shkojnë për turizëm, në një muze dhe shohin, po teatr janë shumë të rrallë, ndërkohë që shqiptarëve ju asollet juve teatrin e botës në Shqipëri. Unë e kam quajtur shkolla teatrore e Butrindit për shkak se ishte një mundësi shumë e mirë për të parë, për të krahasuar veten me tjerët e për të mësuar nga të tjerët, po dhe për t'i dhënë vlera vetes në rast se kishim aty ku kishim. Të falenderoj, bisedë shumë e frytshme. Faleminderit. Vetëm edhe një gjë do të them në fund, valla. Është një gjë e shkurtër fare, që unë jam atje dhe shikoj që Saranda është e mbushur me të huaj. S'ka pas ndonjëherë, sidomos në maje kështu harroje që të kishte të huaj, kupton. Është e mbushur me të huaj. Dhe pikërisht tani mungon festivali Butrindit, s'ka. Tashi më duket si kështu, më duket sikur është bërë një sakrilegj me të vërtetë shumë e madh. Nuk arrit ta kuptoj. Vetëm i shikoj të huaj që vjen vërdall edhe kaq. Faleminderit shumë, gjithëve faleminderit.